Kjo puna e interpelancave është kthyer në një problem jashtëzakonisht të madh dhe në një mënyrë të funksionuari, shprehje qartë të mënyrës funksionuari të Parlamentit shqiptar. Ne kemi kërkuar vazhdimisht interpelanca për çështje serioze dhe me rëndësi të veçantë për interesin publik dhe qytetar. Dhe vazhdimisht jemi has o me pamundësi për realizimin e tyre, sepse kjo mazhorancë i shmanget gjithmonë, mos dëshirë patjetër, por edhe një tentativë për të shmangë përballjen publike dhe përgjegjësinë e institucioneve qeveritare, kashi llogaridhënies në syt e opinionit publik. Ne kemi përdorur vazhdimisht gjitha hapësirat ligjore që na jep kushtetuta e vendit për të bërë transparencë maksimale në interesin e qytetarëve shqiptar. Do vazhdojmë ta bëjmë siç e kemi bërë me ministrinë, jo vetëm me kërkesat vazhdueshme për ministrinë jo vetëm të infrastrukturës, ministrinë e ekonomisë, ministrinë e financave, ministrinë e shëndetësisë, për të cilën kemi kërkuar po ashtu jo vetëm mocione me debat, të cilat na janë hedhur poshtë me forcën e kartonëve, kemi kërkuar sfund me një tjetër interpelancë me ministrinë e shëndetësisë, kam kërkuar unë personalisht për të dhënë shpjegime mbi situatën katastrofale për sa i përket funksionimit të laboratorëve, të cilët ofrojnë shërbimin e tyre deri në datën 20 të çdo muaji dhe praktikisht për 1/3 e kohës që mbetet nuk ofrojnë të njëjtin shërbim. Është një skandal që ka pranuar vetë Ministria e Shëndetësisë apo jo? E ka pranuar Ministria e Shëndetësisë, nuk e di. Kjo gjë më e shumtuar që mund të dëgjosh. Shiko, të pranosh jo si mjek, si e keni perceptuar? Është diçka që realisht nuk ka asnjë lloj koncepti, asnjë lloj. Është krejtësisht e pa konceptueshme, është krejtësisht e pa pranueshme, madje të thuhet edhe dhe të pranohet nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë një problematikë e tillë të cilën për hir të vërtetës ne kemi denoncuar vazhdimisht, kemi qenë në dieni të kësaj situate, kemi denoncuar vazhdimisht, por të arrihet dhe të pranohet sot pas 13 viteve qeverisje nga kjo mazhorancë që nuk garanton dot as realizimin e analizave bazike as për spitalet kryesore të vendit, duke filluar nga spitali universitar Nën Tereza dhe aq më pak pastaj në spitalet rajonale, është një situatë katastrofale. Unë nuk e di me çfarë justifikimit do të mjaftonte vetëm një situatë e tillë, një gjetje e tillë për të dhënë dorëheqje në mënyrë të menjëhershme komplet zinxhiri i drejtimit të Ministrisë së Shëndetësisë, duke filluar nga ministrja deri tek drejtori i fundit i spitaleve. Në këtë kontekst të shohim nëse do të pranohet dhe çfarë do të thuhet gjatë interpelancës në parlament me ministrin e shëndetësisë. Por siç e thash edhe më parë, nuk është i vetmi problem, do të mjaftonte vetëm në sektorin e shëndetit dhe të le të themi mjekësisë, trajtimi i skandaleve të madhore të shumta, të cilat do të kërkonin secilin vete një seancë interpelancë dhe kërkesë llogarie ekstreme për mënyrën e funksionimit, i cili duhet thënë është në thelbin e vet ka korrupsionin e zyrtarëve dhe qeveritarëve tanë, nuk është thjesht pamundësi. Edhe çështja e drejtësisë edhe dosjeve që ti përmonde pak minuta më herët pa diskutim që janë shumë emergjente për të diskutuar, por ju si mjek duhet ta dini që gjëja më e rëndësishme është jeta, është humaniteti që duhet të kenë bluzat e bardha, por pa diskutim duhet të kenë një përgjegjësi edhe ministra që vihen në krye të këtij dikasteri. Është gjëja më e shëmtuar të diskutosh për çështje që kanë të bëjnë me jetë vdekje.